Kjo lloj zgjidhje është tamam ashtu zgjidhje siç i ngjan Vleni, domethënë, Vleni si parti e gjysmave e krijuar, vetë se zgjidhje gjysmake mund të propozoj, ndërsa çdo dështim të tyre në raport me partnerët e tyre të koalicionit mundohen të arsyetojnë me atë propagandën e krijuar tashmë nga qendra të ndryshme të tyre me sulme ndaj BDI-s. Sa i përket asaj që tha kolegu Albi, dhe kisha thënë se fillimisht mburrën se po bëjnë zgjidhje ligjore. Këtë zgjidhje, të cilën ne nuk jemi dakord dhe e përsërita e tha qendrimin tim, në cilin ligj e basojnë. Nëse nuk kishte ligj për gjuhët, i cili mundson studentëve dhe aplikimin e gjuhës shqipe në institucione në mas, të gjerë të përdorimit, këto nuk mund të bisedoshin për zgjidhje. Bashkimi Demokratik për Integrim e din gjithu opinionit gjatë periudhës që ka qenë në qeverisje, mandatin e kaluar ka sjellë një ligjin për përdorimin e gjuhëve, ligj i cili i mundson studentëve në këtë rast. Pse nuk ka harmonizuar ligjin për provimin e jurisprudencës me ligjin për përdorimin e gjuhëve? Tash ligji është i qartë, ligji për gjuhët. Dhe këtë debat e kemi bë dhe mendoj se është debati e zauruar, Albi. Dhe ju kisha rekomanduar dhe ju mos hyni në këtë çështje sepse dëmtoni edhe pozicionet e juaja edhe në qeverisje.